Po mirë, si mund të më qohësht, ti mund të më thuash, do heqim patrullat nga... Dakor, ti ke heqë patrullat. Ku e ke kretë armatën, ose ku je i armatos? Në thojza, me teknologji. Po edhe droni më ja do rri gjysore droni, po levizja është 24 orë. Pse e kape me dron, ti si e tu ndjek një person me drona me helikopter. Aty duhet jetë një kamerë statike. Aty duhet jetë, ke përgjysh, dhe në mënyrë, pra në pikat më të zeza, janë të identifikuara pikat më të zeza. Jo vetëm kretë trafikun, po. Aty, sepse është edhe rrugë lagje, aty nuk është vetëm çështje e policisë rrugore. Aty është edhe e policisë rendit. Aty është edhe çdo lloj policie. Edhe qytetit, edhe i qytetarëve që ndihen pak qytetarë. Si mundet tjetri me 100-130 mund të eci përpara shtëpisë. E ke përgjysh. Pra, aq më tepër që është shumë e rëndë nëse ky person është proceduar më parë, duhet me pas apikjane, si është vepru. Janë shumë elementë që ndërthuren me njëra tjetrën. Por në fund, nëse nuk do të ketë një sensibilizim të dojë. Sensibilizimi të gjithë janë qytetarët, pra që të denoncojnë më. Shiko, në psikologjinë ma tepër na dhimbë se një makinë që bën aksident se sa qytetarët që janë brenda asaj makine. Në më thënë, jenë shumë lartë. Dhimbë se në hekrat se sa... Në hekrat në Llamarina, këta janë shumë gjëra, nuk du komunitetin dhe vendin, po nga përvoja unë kam banë re. Ma tepër tjetri qante se ju kishte shtrëmnu Llamarina, se sa kishte godit tjetrin mjetin për para, dhe aty kishte fmi, gra, shtatë zanë, pra imaginon do të më, a i shifte, nuk shifte që të t'i jep të ndimin e parë. Shikon se sa ishe bësh makina. Por aksidenti është njerëzor, aksidenti ndodh edhe në Gjermani, edhe në Francë, edhe në gjithë. Por ama, mënyra se si ti reagon para dhe mbrapa aksidentit janë shumë gjëra. Çfarë duhet bërë në këtë moment këna? Në këtë moment unë ja thash, nëse zoti Hita tjeti suksesshëm, të paktën në këtë drejtim. Me polici rrugore dhe me këta individ që janë përse, çfarë duhet? Duhet t'i heq patenta gjithëve? Jo, nuk është... Si po thonë, t'i griset patenta. Ja ta bëjmë një analizë thjesht. A janë 800 polic, po i heq se janë 850. Ah, okay. Se nuk e di 50 janë oficera, 800. 800 polic, sikur nga një person të tillë të kapi në ditë dhe ta procedojnë, sa i thëjnë? 8 orë, vetëm këtë detyrë ke. Identifiko një dhe nga fillimi deri në fund që mos ketë as telefon, as mik, as i gjaqet këtë pra e identifikoje, kopsit ja mirë letrat. 800 polic, 800 drejtues mjetër. Në 10 ditë sa i thënë? I thënë 8.000? Po. 8.000. Në një muaj sa i thënë? I thënë 24.000? Për një muaj. Për 24.000, po ta bëj këtë, ti ish i bindur edhe nga ana psikologjike. Pra thelbi, barazim këtë ekuacioni kush është? Nëse komuniteti e merr vesh që policia e ka me gjithmen, ti ish i bindur që do të filloj të bindet dhe të veprojë në bazë të rregullave. Këtu në një vend ku në autostrad vje ambulanca, ata që janë korsit majt nuk shkojnë ma majtas, ata që janë korsit djathtas nuk shkojnë ma djathtas, edhe të hapet ambulanca, ne s'kemi respekt edhe ti pret do më thënë që po në një trafik të ngarkuar vjet tjetri të bën me drita në sjellje agresive në maksimum dhe prap policia nuk reagon, ja kemi çu me fotografi me targa dhe prap nuk reagon. I kam dhënë unë kokave më të larta të policisë rrugaçore, jo rrugore. Rrugaçore, kështu e quajnë. Po, ai që rrin rruga quhet rrugaç. Policia rrugaçore kur del në rrugë, ke parasysh, ja kam çu informacionin, kanë frikë. Vlla, nëse ti ke frikë të zbatosh ligjin, fëmijët tanë do përgjaken. Fëmijët tanë, ke parasysh, inshallah, po nuk janë ço zoti mu përgjak fëmijët atyne që neglizhojnë, edhe kanë frikë të zbatojnë ligjin, e çon kputet peni aty ku është më jam planin emotiv, ë? Jo, patjetër, se ndryshe po t'isha në uniform, do t'i jepsha tjetër muhabet të gjitha. Ke parasysh? Këna tishe ti tani në këtë moment në uniform, ç'do bëje? Kur mos qofsha me këta drejtues. Jo, e zëm se nesër jo. Ka rënë ty t'jesh në këtë moment. Thimi, të lutem, ti nuk duhet ma bësh mu këtë pyetje. Futu në YouTube 2011 ne bëm komisariatin më modern. Si që keni ju këtë sallë, ne bëm sallën. Ne vepronim, unë kisha 3 punonjës policie dhe ishin të barabartë me një komisariat.
Sepse kishim në thojza mitrolozat makinë. Ne filtronim çdo makinë, dokumentonim gjithçka dhe i shkonim te veni i thonim zotri thimi hape pa krahun ku më njefti mu. Nuk njeh fund, njeh aparati. Ke përzyrë dhe i thonin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ndërkohë që ai e kapi këtë, ka filtruar dhe një 20 tjerë dhe jep të jeshil. Pra unë i kam kontrolluar, kam ba punë dhe ai që është në rregull me shtetin edhe me General Medin të vazhdonte valla. Am kupton, nuk kam punë, pra, ishin aparaturat, kjo është teknologjia, vlla. Nuk është teknologjia, ke për droni, raketa, te thjeshta, janë gjërat krejt thjesht. Në 2011, por këta i shkulen të gjitha. A di pse i shkulen? Sepse nuk i konvenonte, sepse aparatet i dashur, aparatet e tilla dokumentojnë çdo veprim që bën policia. Dhe asnjë punonjës policie nuk mund të hedhë grepin me mush xhepin në momentin që punojnë këto aparate. Am pyete. Jo të kuptoj shumë. Faleminderit. Ti tani do duhet të bëj 2 apele. Një apel për qytetarët dhe një apel për ish kolegët të policisë rrugore. Punonjësit e thjesht policisë rrugore. Ore, punonjësit, a kanë fëmijë më këta? Me çdo lloj koste. Kamerën e ke aty bëj apel për policën. A kanë fëmijë më, si mund t'i falin njerëzit, si mund t'i falin një të pirë, si mund të falin. Ore, të bëj edhe një diçka tjetër. Si ka mundësi ky shtet duhet automatikisht të kenë përveç dregerin, aparatin dreger, e kam sjell, ja, kjo kockë ka sjell. Dregeri është, se s'du t'i bëj reklamën, imagjine, është një firmë që prodhon, ka buxhetin 15 miliard euro në vit. Pra, ai që prodhon dregerin. Dregeri prodhon sensorët e shatullave që shkojnë në anë. Pra, aparatin më të mirë. Të lutem, aparatin më të mirë nuk din ta përdorin policët. 2-3 herë jam detyruar, po i kam thënë policit, hajde, nuk din. Seriozisht? Ore ti unë... Jo, po habite... Flas me kompetencë teknike, i dashur, flas me kompetencë teknike. Nuk po e vën dyshim thjesht, po habit, po shokon... Nuk din ta përdorin, ose të marrin... Ose bëj sigur, nuk din. Ja, vetëm një, ti them zotit i ta, në qoftë se më dëgjon, merr një aparat dreger dhe shif sa teste kanë bërë me të. Në qoftë se kanë bërë 100 teste dhe kanë identifiku 10 të pirë, a kanë heq 10 patenta? Se du t'jen 10 patenta, i ka mrena aparati. Nuk gënjen ai. Nuk gënjen, pra, që se kanë heq 2 patenta, 8 ku janë, vlla? Janë shkëmby me vlerë monetare, apo pasurin natyrë? Ose të telefon nga shefi? Ore, shefi edhe mund të bëj politikë sociale. Ka dhe detyrim se ashtu mund t'jenë rrethanat. Ama shefi kur e bën, shkruan edhe e fut në kartotek. Dhe e din që Krenar Ameti ka pirë. Edhe, kjo është shteti. Më kuptuat? Pra nuk po them që ti justifikoje çfarë veprimi ke bërë. Kur ne jemi akoma të dashur, jemi akoma, si ka mundësi që akoma në policinë rrugore, komisioni vlerësimit të procesualit konstatimit dhe me masa plotësuese, është akoma policia. Domethënë, vetë policia kap, vetë policia gjykon.